Një ditë pasi Këshilli i Qarkut të Shkodrës propozoi që gjyqtari Indier Astrid Kalaja, i vrarë në krye të detyrës në 6 tetor 2025 të shpallët dëshmoria dheut, ka reaguar shoqata kombëtare e gjyqtarëve duke përshëndetur këtë vendim të marrë në mënyrë unanime. Në njoftimin e saj të bërë publik për mediat, shoqata kombëtare e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë shprehet se ka ndjekur me interes vendimarrjen e Këshillit të Qarkut të Shkodrës për dhënien e statusit dëshmora dheut gjyqtarit Astrid Kalaja, i vrarë në 6 tetor në krye të detyrës. Kjo ka qenë një nga kërkesat e paekuivokta dhe unanime të konferencës së gjyqtarëve e mbajtur në 9 tetor 2025 dhe se përrjelloi vendimarrja e Këshillit të Qarkut Shkodër, mirëpritet dhe përshëndetet nga shoqata si një hap i rëndësishëm në finalizimin e procesit administrativ të njohjes dhe dhënies së këtij statusi. Gjithashtu, shoqata kombëtare e gjyqtarëve kërkon dhe inkurajon edhe institucionet e tjera kompetente që të përmbyllin në një kohë sa më të shpejtë procesin e njohjes dhe dhënies së statusit dëshmoria dheut për gjyqtarin Astrid Kalaja, me bindjen se ky është trajtimi i denjë dhe ligjor i cili do shtetar që vritet në krye të detyrës. Në 6 tetorin e 2025-s, gjyqtari Astrid Kalaja u qellua me armë zjarri në sallën e gjyqit nga Elvis Shkambi, ku mbetën të plagosur edhe babe bir nga pala kundërshtare. Shkambi bashkë me xhaxhain e tij po prisin një vendim mes të shumtëve në sagën e proceseve gjyqësore, sa i takon konflikti që kishin me 31 familje për çështje pronësie. Familja Shkambi kishte përfituar një pronë si shpërnar që në vitet 90, por strehimi i 31 familjeve në të njëjtën godinë nisi konfliktin gjyqësor që zgjat prej më shumë se 3 dekadash.